Shumë respekt për juve, ju falenderojmë në emër tim, në emër gjithë shqiptarëve edhe diasporës edhe të kombit për sakrificën, mundin, dirësen, gjakun që keni dhënë për lirinë e Kosovës. Shumë respekt dhe uroj të kemi një komb të lirë, të bashkuar, siç e ka kërkuar gjithmonë heroi tanë. Lavdi dëshmorëve. Lavdi! Haxhi, unë jam shumë i gëzuar dhe shumë i lumtur që sot jam konakun tënd. Faleminderit shumë për këtë pritje fantastike që na ka bërë zotëri Haxhi Xhuxha bashkë me vëllain Ramadanin dhe sot kemi vendosur që ta festojmë festën e flamurit kombëtar 28 nëntorit, edhe pse është data 29 sot e shtunde. Kemi ardhur nga Zvicra për stafat për të festuar së bashku me ish luftëtar, me veteran të luftës UÇK-s, bashkë me rapsoditë e mirënjohur këtë festë mrekullueshme. Gëzuar gjithë shqiptarëve edhe një herë, unë mezis po pres të futem brenda dhe të nisim duke bërë gëzuar dhe duke festuar këtë festë flamurit që realisht është festa më e shenjtë e kombit shqiptar. Gëzuar! Gëzuar! Emocion i papar. Kjo është diçka fantastike sot. Shumë respekt, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Para jush nuk dalune. Ja, para...